Tashti një azi kena një pamje për cilët edhe folit ju që ishte hoteli Jadran. Hoteli Jadran që e shifni vetë vendi ka met gjina pa një hotel të bukur atë, i cili shifet në çdo anë, i cili ishtë përmi det, ashtu edhe hotel Galebi, si u prisht, edhe deri sa zbajnë hotelet, ullqini nuk mot me esë me turizm për para. Aja është, turizmi vetëm da hotelet të naltë. Kohën e lirë ku e kalan? Kohën e lirë shëtejs në për këtë bregdetit të, edhe kënë kafe në timoni. Ke shoqëninë atë? Ke shoqëninë atë po. Atë bisedom, që ka qenë për para, qka është tash, sa ka nesë për para, së që kur është koha mirë, atëherë ka dhe ma tepër njerës jashtë. Në këtë mire ka, ullqini që ka këtë bregdetit të. Sa kujdesër shteti për këtë grupë moshën e të retë? Shumë pak, pa interesim, se ata kanë napë shumë për këtë, kanë napë shumë, por generata re nuk vën pyetje për atë gjanës, që ma të bërdinë ata se tjertë. A mungon dhe një vend të ku ishte mbledh pensionistat të themi, edhe ku kishi kalu kohen, duke lujtur shah, duke lujtur edhe loja tjera pse jo? Pa pensionistat një aty si i pata dhe vetë, ata lojnë, jo lojnë shah, jo lojnë me letra, jo damina, kështu që i kalojnë kohën e për ta lokalet e vogjël tu. Keni nostalgji për ato kohra të kalume? Atëherë nuk e pas kohti me atë, gjithmonë ke qenë i angazhumu, pse kanë punu hotelet 12 muj. Si kur Galebi ka punu 12 muj, nuk e pas kohti me dalë. Vetëm ke shku, se ke punu tanë vit. Mirë, këtu jemi te molja. Çfarë i mungon kësaj moljes këtu? Çfarë keni thënë? Këtu i mungon, këtu është dash me bah me ardh anije shumë ma të mdhaja. Me ardh jahta, me ardh që mundru turizmi. Ullqinit i nevojitet aja punë. Ja vetëm një lloj turizmi. Ai ka vend vallë, dhe ka hapësin, nëse s'muhet të muhet ta me mrapa, që që aja gjaj lëpet. Çdo gjë mund ndërtu, aja është mirë. Se turizmi dhe ndryshim. Kena dhe xhaminë e marinarëve këtu. A vizitoni dhe një shkoni në xhami? Jeni besimtar? Pa, jam besimtar. Shkojmë atë xhami, a xhami shumë e bukur, edhe është shumë vend të mënë që ka qenë, se mu nuk e di që ka qenë, por ashtu thonë që ka qenë ashtu. Është shumë xhami e bukur, edhe ka zbukuru atë vend atë. E ka zbukuru. Të gjithë ta, rënacakt, njerës si banojnë të, tanë janë shkojnë ma xhamiet, por e në xhamit pashës. Ju veta por a jeni njëri besimtar? Nuk ju kam pyetër sa keni qenë i angazhuar në politikë? Keni jeni angazhuar dhe njerë politikë? Po nuk politikë, vetëm që kam qenë në sindikat. Aty kam qenë 4 vjetë në Beograd. Prej 78 deri 82. Matë politikë, matë dekje.
Ne dek tjera, ja. Po, me qenë se këni kohë shumë të lirë kështu, e kaloni këtu me nipa, me mesa, ndelni ndonjëherë? Çdo ditë dal. Çdo ditë dal me nipa me mesa. Keni knajsi, po? Shumë.